Mirë se vini në episodin 25 podcastit Majtas, një hapësirë diskutimi politikash publike dhe mbi të gjitha politika publike të Majta. Sot kam nderin të kem ftuar Lira Pipa, e cila është zëvendës ministër pranë Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe mbulon fushën e artit dhe kulturës. Mirë se erdhe Lira. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që erdhët Majtas. Diskutojmë për kulturën, për artin, dy tema shumë të rëndësishme, le të themi, për shoqërinë tonë. Dua ta nis pak për sa i përket çfarë është bërë, ç'po bëhet, ç'do të bëhet për sa i përket kulturës dhe artit, që nga pjesa financiare, nga buxheti që është rritur, investimet konkrete ose projekte ndërkombëtare dhe mbështetje për artistët. Po nëse do shikonit çfarë është bërë, çfarë po bëhet, ndoshta çfarë do bëhet, si mund ta përmbledhni le të themi në një fjalim, nuk e di, edhe çfarë është vizioni 2030 për artin dhe kulturën. Faktikisht për pjesën e kulturës, në gjithë kompleksitetin e saj, art, kulturë, trashëgimi kulturore, në këtë dekadë të fundit janë bërë goxha investime, kryesisht edhe në infrastrukturë, në infrastrukturën kulturore, krahas trashëgimisë kulturore në aspektin e restaurimeve, rrjedhëzimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, monumente kulture. Gjithashtu një fokus veçantë ka pasur dhe ngritja e infrastrukturave të tilla si teatro dhe shumë godina të tjera. Normalisht edhe pjesa e tërmetit ka patur një efekt goxha të jashtëzakonshëm në konstruksione, në ndërtime etj, por që në këto vitet e fundit normalisht duke marrë parasysh projektet më madhore siç kanë qenë Teatri Operës dhe Baletit, ngritja e sallës së koncerteve në Universitetin e Arteve, Art Urbina, që është një hapësirë e re, një skenë e re për artistët në kryeqytet, ngritja muzeut kombëtar të fotografisë Marubi dhe shumë të tjera ambiente të cilat janë ndërhyrë deri në bashki të vogla, të cilat po rikualifikohen. Fokusi në këto vite ka qenë kryesisht në ngritjen e kësaj infrastrukture për artistët, për publikun dhe për të afruar publikun më tepër drejt standardeve më bashkëkohore të zhvillimit të performancave në skenë. Por që normalisht këto janë shoqëruar edhe me rritjen e pagave të punonjësve të artit të kulturës në institucionet tona. Rreth 40% është bërë para 2-3 vitesh kjo reformë, duke ndikuar shumë në performancën e tyre dhe të ndihen dhe të vlerësuar dhe të respektuar në sensin edhe për kontributin që ata japin për vitesh në skenë dhe në një farë forme duke nxitur dhe të gjithë ata të rinj të cilët duan të studiojnë apo duan të ndjekin karrierën e tyre në fushën e artit dhe kulturës për ta menduar si një profesion të vërtet të punuarit si artist. Ndaj është bërë vërtet shumë dhe ti vërtet e përmendej që buxheti është rritur vetëm për pjesën e mbështetjes së skenës së pavarur, që janë dhe thirrjet shumë të njohura. Ne këtë vit lançuam programin kombëtar të granteve për kulturën dhe krijimtarinë me një buxhet rreth 2.5 herë më shumë se sa vitin e kaluar, edhe fakti që jemi Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit e ka ndihmuar shumë aspektin kulturor, sepse gjithmonë kur flasim për kulturën, ajo çfarë dëgjohet është buxheti, financimet janë të pakta, sepse normalisht çdo qeveri ka prioritetet e saj dhe duke u gjendur në një situatë të vështirë, normalisht çdo gjë prioritizohet sipas rëndësisë. Sidomos vendet në zhvillim. Po, veçanërisht një vend siç jemi dhe ne në atë periudhën tranzicionit që kemi kaluar me vite të tëra, por që mendoj që i është dhënë një fokus veçanërisht si vjet pjesës së mbështetjes së skenës së pavarur. Ndaj dhe ne ideuam këtë vit programin kombëtar për grantet për kulturën dhe krijimtarinë, të ndarë në 4 kategori kryesore, ndër të cilat ishte mbështetja për ngjarjet, festivalet, panajiret dhe pasurimin e kalendarit kulturor të aktiviteteve që zhvillohen gjatë vitit dhe falë kësaj mbështetje, le të themi, kemi dyfishuar numrin e aktiviteteve që do ndodhin këtë vit në Shqipëri, në të gjitha qytetet, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në qytete të tjera apo në zona të cilat janë më periferike, le të themi. Është bërë për herë të parë mbështetja programeve kulturore të organizatave, pra qëllimi ynë ka qenë mos të mbështesim thjesht festivale apo aktivitete 2-3 ditore, por dhe programe më afatgjata disa mujore, të cilat lidhen shumë edhe me punësimin
e të rinjve pranë organizatave kulturore dhe krijimin e një klime më të vetëshëndrueshme të këtyre organizatave në mënyrë që të kthehen në qendra të mirëfillta kulturore, njësoj siç institucionet tona kulturore operojnë. Pra, skena pavarur dhe institucionet kulturore. Kjo është pritur shumë mirë dhe faktikisht ka qenë dhe si një kërkesë që ka ardhur dhe nga komuniteti artistik, kur ne kemi zhvilluar disa dëgjesa në kuadrin e siç e quajtëm ne aso kohë Zëra të Kulturës, që ishin takime me artistë sipas disiplinave arte pamore, muzikë, balet, letërsi etj, ku është bërë dhe një fond i dedikuar dhe për krijimtarin, pra kjo diversifikimi që i bën edhe këtë vit skemës së thirrjeve ka dhënë rezultate shumë të mira, duke shpallur rreth 275 fitues, një numër goxha i konsiderueshëm krahasuar dhe me vjet, por dhe me vitet e kaluara. Gjithashtu dhe duke i kategorizuar në organizata, në individ dhe duke i dhënë hapësirën gjithë secilit të aplikojë në kategorinë që e gjen veten më të përshtatshëm. Dhe kështu kemi nxitur dhe artistë të rinj për herë të parë të mbështeten dhe ajo çfarë na ka guxuar, le të themi, dhe nga numri i lartë i aplikimeve dhe i shpalljes së fituesve dhe rritjes së buxhetit të këtyre thirrjeve, le të themi, dhe mbështetjes që ministria i ka dhënë, është që rreth 50% e tyre që janë shpallur fitues janë aplikime për herë të parë. Pra, domethënë, sepse shpesh herë diskutohet që jo janë po ata të njëjtët historikisht, po ne të rinjt etj. Dhe kjo është parë me shumë prioritet që vërtet të ketë programe të tilla dhe mendoj që duke i dhënë një kontribut më të madh skenës së pavarur, sepse ata janë artistët, ata janë duke luftuar, le të themi, për ditë për të sjellë programe të ndryshme, për të krijuar bashkëpunime ndërkombëtare, për të sjellë pse jo artistë të huaj apo për të bërë shkëmbime të tilla, por dhe për të edukuar fëmijët, brezin e ri apo publikun edhe me disa zhanre që ka nevojë të kultivohen në shoqërinë tonë. Duke mbështetur këta të rinj, të cilët apo këto organizata, dhe janë rreth gati 1500 veta të punësuar, nëse i marrim, le të themi, ata që janë përfitojnë në mënyrë direkte dhe indirekte nga kjo mbështetje, është një input shumë i mirë që ne japim për zhvillimin ekonomik dhe kthimit të saj si një motor ekonomik për shoqërinë. Mua më vjen mirë në fakt që për te, le të themi, infrastrukturës dhe investimeve në infrastrukturë, pra, le të themi, pjesës fizike është dhe pjesa e mbështetjes së artistëve, është dhe pjesa institucionale, mbështetjes nga ministria. Normalisht kultura dhe arti janë për te pjesës, domethënë janë ushqim për shpirtin, nëse nuk janë thjesht për stomakun, njeriu ka dhe shpirtin dhe mendjen, të cilat duhet kultivuar. Një risi, nëse mund të përmend, janë javët kulturore ndërkombëtare. Tash risi, domethënë kanë disa vite që ndodhin, por si koncept, le të themi, mund të përdoret edhe në pjesën e diplomacisë kulturore, pasi shtete ndryshme mund në bashkëpunim me ambasadat ose me aktorë të tjerë mund bëjnë promovimin e kulturës tyre lokale në Shqipëri. Sa sukses kanë pasur, domethënë, nëse mund ta shpjegoni pak si koncept dhe sa efekt ka pasur për Shqipërinë, si për treguar, le të themi, këtë mikpritjen shqiptare në këtë sens. Faktikisht këtë vit jemi në edicionin e 4 të javëve kulturore ndërkombëtare dhe ajo ka sloganin Shqipëria mikpret botën. Pra qëllimi kryesor edhe i lançimit të këtij programi ishte pikërisht kjo, që ta trajtonte ky program të trajtonte, le të themi, Shqipërinë si një epiqendër të re kulturore edhe për rajonin, pra edhe për Ballkanin, dhe për ta bërë edhe përmes përfaqësive diplomatike që operojnë këtu në Shqipëri, për t'i dhënë një mundësi dhe artistëve të huaj që të vinë dhe të performojnë në skenat apo të ekspozojnë punimet e tyre në për ambientet tona, dhe jo vetëm në kryeqytet, edhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë, dhe le të themi në 3 vitet e fundit janë ftuar 1500 artistë nga vende të ndryshme të botës dhe janë realizuar rreth 1000 aktivitete, kështu që domosdoj që kjo ka pasuruar kalendarin kulturor në të gjitha hapësirat e saj, ka pasur partneritete dhe me artistë shqiptar edhe me organizata që operojnë këtu në Shqipëri, dhe kjo ka krijuar dhe një shkëmbim kulturor, le të themi. Ata artistë apo që kanë ardhur nga jashtë për të njohur Shqipërinë kanë parë në një vizion komplet tjetër, ndoshta nga çfarë ata mund ta njihnin. Shumë prej tyre mund ta kenë vizituar Shqipërinë për herë të parë dhe kanë dashur të rikthehen, pse jo, edhe me bashkëpunime të tjera. Kështu që kjo tamami ka hapur dyert Shqipërisë në një
aspekt që më përpara nuk ka qenë shumë nuk mendohej shumë që të shihje shfaqje të huaja apo me artistë ndërkombëtar shumë të mirë, disa prej tyre kanë bërë koncerte në përsheshe, në për stadiume etj, që të vinin këtu në Shqipëri dhe ta njihin Shqipërinë edhe si një vend ku krahas turizmit apo historive që shpesh apo stereotipive pra ne njëshim nga filmi Taken dhe ta pranojnë nga qenë ajo ka qenë pak a shumë, ndërkohë që tani ne po njihemi edhe si një vend shumë dashamirës ndaj artit, kulturës, kemi një mikpritje shumë të mirë, se ne njihemi edhe për mikpritjen shumë të mirë dhe ata ndihen shumë të respektuar kur vinë këtu. Dhe kjo vërtet që ka dhënë një input të jashtëzakonshëm në kalendaret kulturore, por gjithashtu çdo ambasadë, le të themi, çdo vit sjell programe të reja, eksperimenton me programe të ndryshme dhe ka edhe shtete të cilat vijnë për herë të parë. Për shembull, ne sapo e kemi nisur programin mes i vjetshëm dhe si Maqedonia Veriut për shembull ishte për herë të parë. Polonia nisi javën, do kemi Bashkimin Evropian që ka gjithë programin e saj në maj dhe për shembull Bashkimi Evropian po delegacioni le të themi po bën një program duke mbështetur artistë shqiptar këtë vit. Pra çdo ambasadë vjen le të themi me një koncept të vetin dhe ne e kemi mbështetur dhe mendoj që është një program goxha i suksesshëm i cili duhet vazhdoj gjithmonë sepse këto shkëmbime janë të domosdoshme midis artistëve. Fakt ka edhe këtë efektin dual që përtej promovimit kulturave ndryshme në Shqipëri dhe Shqipëria promovohet si një soft power tek në sytë e të huajve. Ju e thatë dhe më mirë, kanë pasur stereotipi, kanë pasur skepticizëm, disa nuk e njihnin as se ku është domethënë Shqipëria, por normalisht edhe me rritjen e numrit turistave nevojiten dhe këto lloj iniciativash. Tani duan dalin pak te Art Explora, te projekti. Hera e para mos gaboj që kjo nismë vjen në Ballkan dhe vjen pikërisht në Tiranë. Ka patur mos gaboj tani prap 15.000 vizitorë javën e parë në Durrës edhe në Tiranë. Është një shifër e jashtëzakonshme faktikisht edhe festivali Art Explorers që u zhvillua në portin e Durrësit ishte vërtet një sukses, domethënë njerëzit prisnin rradh të ngjitesin te Ania edhe ishte një situatë komplet. Pyetja është, do ke qenë e vështirë, e marr mend, po domethënë si u bë e mundur që Shqipëria të përfshihet tashmë në këtë rrjet ndërkombëtar dhe çfarë impakti do ketë për Tiranën, për Shqipërinë në rang kombëtar flas. Po, kjo faktikisht nisi si një bashkëpunim që me vizitën e presidentit Macron rreth 2-3 vite përpara për të përthithur një bashkëpunim të tillë, pasi Fondacioni Art Explora është faktikisht një fondacion shumë i mirënjohur për rezidencat artistike dhe për mbështetjen që bën dhe kontributin që jep në ndërkombëtarisht për artin dhe kulturën dhe realisht është vetë përthithja e këtij emri dhe këtij fondacioni në Shqipëri është vërtet një diçka që ka qenë ndoshta kohë përpara e pa imagjinueshme. Dhe të merrje Vilën 31, e cila ish Vila e Enverit e diktatorit dhe ta rikthej atë nga një godinë e cila simbolizonte dikur izolimin apo atë misterin. Bunkerizimin. Ajo është tjetër gjë pastaj, po le të themi konceptin që ishte diçka e mbyllur edhe regjimi që përfaqësonte ajo këtë përcillte si frym. T'ja japësh sot artistëve të cilët vinë nga gjithë bota dhe përzgjidhen nga një juri shumë serioze ndërkombëtare për të bërë rezidenca dhe për të fjetur, për të jetuar aty në ato dhoma që dikur jetonin njerëz të tjerë dhe për ta përshtatur dhe arkitekturën aq stoike që ka pasur ajo godinë drejt një koncepti më bashkohor dhe që i shkon shumë përshtat le të themi vilës dhe vërtet kur aty futesh ndihesh sikur je në një labirint dhomash, studiosh dhe tamam ndjen një frym komplet tjetër si vizitor dhe besoj edhe si spektator kur sheh edhe ekspozitat dhe punimet e artistëve. Fundjava që u hap edhe vila ku u bën dhe open studios ku të gjithë artistët që kishin ardhur në janar pasi kishin punuar prej rreth 3 muajsh, patën mundësi të ekspozonin punimet e tyre dhe pjesa e oborit u hap për publikun. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, u zhvilluan workshope, u diskutuan shumë tema, vizitorët kishin shumë kuriozitet për ta parë vilën, por gjithashtu për të njohur dhe me historinë, detyrimisht edhe përmes kësaj eksperience. Gjithashtu, ky program vijon, pra për këtë vit le të themi janë 30 artistë
nga i gjithë bota, por edhe artistë nga Shqipëria që do jetojnë me sesione, le të themi, çdo 3 muaj, do vinë artistë të ndryshëm edhe do shkëmben. Por dhe festivali Art Explorers që u zhvillua në portin e Durrësit, edhe ajo ishte një dimension komplet tjetër, edhe ajo ishte një program i Art Explorers përmes Creative Europe, që janë programe ku aplikohet. Sollën, le të themi, një muze shëtitës, i cili ndaloi në portin e Durrësit në ndalesën e saj të 16, le të themi, do vazhdoi itinerarin e saj në destinacione të tjera më tej, në mesdhe, dhe kishte eksperjenca imersive, virtual reality, dhe kanë bërë shumë programe edukative dhe me shkollat, duke i çuar deri aty, duke vizituar dhe ka qenë goxha fantastike si eksperiencë. Pra kishte vizitorë të huaj, vendas, qytetarë që janë kurioz dhe sa më shumë bashkëpunime të tilla të kemi, aq më mirë është patjetër. Du të flas pak, ju e përmendët kultura si ndikon ose si mund ndikojë edhe në ekonomi, po sa mund ndihmoj kultura ose të kthehet një sektor punësimi ndoshta për të rinjt, jo vetëm Tiranë, po dhe për te, domethënë rretheve, pasi papunësia të rinjve është një shqetësim që jo vetëm Shqipërinë, gjithë vendet që janë në zhvillim, dhe ndoshta mund të shikojmë një kulturë e cila prodhon ekonominë, në fakt edhe jo rastësisht dhe ministria është ekonomi, kulturë, inovacion, pra një përmbledhje sinergji që edhe kultura mund të sjellë ekonominë vetvete, mos shihet thjesht si për ta konsumuar, po dhe për të prodhuar, le të themi këtë. Është e mundur? Po, jo thjesht nga koncepti ministrisë, por realisht edhe qëllimi ynë është jo ta komercializojmë kulturën në atë aspekt, por patjetër t'i japim një vlerë që të gjithë ata të rinj apo artistë, të cilët janë të angazhuar në këtë fushë, mos ta shohin thjesht si një punë që bëhet gjatë fundjavës apo bën një punë tjetër, edhe një hobi, se shumë prej tyre për shkak të angazhimeve të caktuara bëjnë punë të tjera dhe pastaj merren me pasionin e tyre të vërtet që mund të jetë arti, dhe vërtet qëllimi ynë është që ata që janë artistë të punojnë dhe ta jetojnë tamam si një profesion që meriton të respektohet, të ketë një dinjitet të vetin dhe patjetër në fund të ditës edhe të jetosh me atë profesion, të paguash të gjitha detyrimet që ke. Ndaj, unë mendoj që dhe me hapjen e Shqipërisë, pikërisht fal këtyre programeve, siç po thonim dhe për javët apo pasurimin e kalendarëve kulturore, zhvillimin e turizmit që ka qenë i jashtëzakonshëm këto 2-3 vitet e fundit, dhe ndërkombëtarizimin, faktin që ne sot jetojmë në një globalizim përmes komunikimit online për të shitur produkte, pse jo, dhe unë mendoj që jemi në një moment shumë të mirë, edhe jemi në një moment shumë të mirë për të zhvilluar dhe pjesën e industrisë kreative në Shqipëri, e cila është një koncept që dëgjohet gjithmonë më shumë ndërkombëtarisht, por këtu lidhet me disa aspekte që te artizanët, ku sot kishim biles një takim shumë interesant me ta, artizan, designer, produksione që lidhen me kinematografin, të gjitha këto mund të zhvillohen fare mirë në Shqipëri dhe si një pikë lidhse, le të themi, si një epiqendër kulturore për Ballkanin, për rajonin, për këtë ndërkombëtarizim që Shqipëria sot po jeton, edhe për këtë zhvillim dhe boom ekonomik që po jeton. Patjetër që dhe përmes kulturës dhe biles duhet ekonomizuar dhe pjesa kulturore, duke ngritur infrastrukturat e duhura kulturore, siç po i rikthem pak edhe nisjes së bisedës, pasi të gjitha investimet që bëhen dhe në infrastrukturë, në ngritjen e godinave të reja, sallave të reja, të gjitha do japin hapësira të reja për këta të rinj të punësohen nesër pas nesër në të ardhmen. Institucionet e reja të cilat pritet të inaugurohen në vazhdim, mund të përmend Muzeun e Arteve të Bukura, pra koncepti i galerisë kombëtare të arteve do zhndrohet në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura dhe do jetë komplet një infrastrukturë e re, duke krijuar vende të reja pune, po ashtu teatri kombëtar do ketë nevojë për njerëz të rinj të cilët janë edhe të trajnuar sipas standardeve të një skene bashkëkohore. Të gjitha këto pozicione të reja, mundësi të reja, hapje krijojnë vende të reja pune për të gjitha ata të rinj të cilët duan të angazhohen. Po ashtu
ngritja kapasiteteve të cilat lidhet edhe me arsimin profesional, duke qenë se ne e kemi dhe pjesë të portofolit është edhe ajo një aspekt që është goxha interesante për të rinjt sot që të fokusohen që në fillim drejt një degë të caktuar dhe pjesa e punimeve me dorë, punimeve artizanale, mjeshtrit, produktet made in Albania, ne duhet punojmë dhe kemi disa strategjitë se si duam ta implementojmë të gjë që produkti që prodhohet në fund edhe të shitet, pasi ka krimtari, problemi është si ta çojmë atë tek me tregun, ngritja e këndeve të dedikuara për shitjen e suvenireve në kala, muze, parqe arkeologjike, pra punime të ndryshme mund të shiten dhe në këto pika, duke i dhënë mundësi dhe të rinjve apo grave, zonjave të cilat janë edhe artizane të cilat punojnë, të shesin produktet e tyre dhe të marrin patjetër feedbackun mbrapsht, le të themi. Patjetër. Mua më pëlqeu shpreha që thatë mos ta komercializojmë, po ta ekonomizojmë. Se bën sens në fakt funditës. Janë qëllime ndryshme, po në fund janë tema që ngatrohen, buxheti është i rëndësishëm. Buxheti është i rëndësishëm. Tani duhet kaloj pak te ngjarjet e mëdha. Pra ka vende që kanë mirëpresin bienale, mirëpresin festivale ndërkombëtare. Sa mendoni sa afër Shqipëria që mund të presi një bienale ose një ngjarje të madhe, shumë të madhe kulturore që mund vi? E organizuar nga ne vet apo si rasti Art Explorers që vjen, sepse të dyja këto po ndodhin gradualisht. Me javët kulturore apo me ato programet që po diskutonim sot është rritur shumë interesi i qoftë agjensive të huaja për të sjellë organizime të tilla në Shqipëri, sepse e shohin Shqipërinë si një vend shumë interesant, edhe ndoshta dhe vend i vogël, por edhe me një popullsi shumë vibrante, le të themi, për të sjellë organizime të tilla. Por mendoj që për të sjellë bienale apo festivale të tilla, të mëdha, për t'i krijuar vet, patjetër që kërkon pak kohë. Ne para pak kohësh mbështetëm një aktivitet si Tirana Art Weekend, e cila u zhvillua për gjatë fundjavës festave kombëtare me artistë, me organizata të arteve pamore, le të themi, dhe është diskutuar kur mund ta ngrejmë një infrastrukturë për të krijuar një bienale, por ideja nuk është thjesht të bëjmë një bienale apo organizime ku përfshim vetëm artistë të vendas, por të sjellim këtu në Shqipëri kurator, agent, galeri të ndryshme të cilat vinë ndërkombëtarisht për të sjellur tamam një shkëmbim dhe për t'i dhënë mundësi dhe atyre artistëve të cilët ekspozojnë veten e vet, mundësi për të krijuar një network, sepse kjo është ajo çfarë sot mungon. Ne kemi artist, kemi krijues shumë të mirë, mungon menaxheri, ajo ndërlidhja që po diskutonim, për të që ti të depërtosh në tregje dhe më ndërkombëtare, pra të marrësh pjesë në panajire ndërkombëtare. Dhe mendoj që edhe vetë nismat e komunitetit janë shumë të rëndësishme. Pra kur ata mblidhen bashkë për të bërë organizime të tilla dhe përfshin të gjithë aktorët, institucione, partner, ambasada, pse jo, ndërlidhen edhe me organizime të huaja, pse jo, për t'i sjellur këtu në Shqipëri, edhe patjetër edhe me mbështetjen e institucioneve shtetërore siç jemi dhe ne si ministri. Unë mendoj që shumë shpejt ne do kemi mundësi të sjellim organizime goxha cilësore dhe këtu në Tiranë, por edhe në qytete të tjera. Disa prej aktiviteteve apo ngjarjeve kulturore sot janë bërë një përvojë e përvitshme. Për shembull, ka festivale të cilat janë kthyer në traditë në Kalanën e Porto Palermos, në Kalanën e Rozafës. Është një aktivitet se s'dua dhe ndoshta t'i them me emra specifik që ndodhin dhe në jug të Shqipërisë, që dihet gjithmonë në këto data ndodh ky aktivitet dhe bëhen gjithmonë edhe më interesante edhe të përvitshme për të vizituar, por mendoj që nisma fillimisht duhet nisi nga vetë komuniteti, artistët për të proaktiv për të sjellë. Por që besoj që edhe me hapjen e këtyre hapësirave të reja, të cilat ne aktualisht një pjesë shumë të mirë të institucioneve që kemi në Tiranë janë në rikonstruksione sipër dhe mendoj që në një 2-3 vjeçar, sapo ato të kenë rihapur dhe dyert, si skena, si hapësira ekspozimi, patjetër do popullohen me aktivitete të ndryshme dhe detyrimisht do kemi bashkëpunime nga më të shumëllojshmet, mendoj.
Unë fakt shifja ca shifra që lidhej me numrin e turistëve dhe thot 1,5 milion vizitorë në sitet kulturore dhe muzeet, gati 10 herë më shumë se në 2013. Po. Dhe mbi 650 operacione shpëtimi, restaurimi në objekte pasuri kulturore. Që flet për pjesën e investimeve, restaurimeve, shpëtimit nga është ajo një aspekt shumë i rëndësishëm. Trashëgimia kulturore në fakt është një aspekt vërtet i rëndësishëm dhe është një ndërhyrje që duhet bërë menjëherë, në të kundërt mund të humbasësh shumë nga identiteti kombëtar, le të themi, por është e vërtetë që janë bërë goxha ndërhyrje në vitet e fundit në të gjitha qytetet, aty veçanërisht në qytete të cilat janë si Berati, Kruja, Gjirokastra, për të shpëtuar ato dhe kanë patur një impakt jashtëzakonshëm. Unë dua të bëj një rubrikë që është me pyetje pak më të shpejta, po mund të merrni kohën tuaj këtu. Projekti që ka bërë më krenari gjatë gjithë detyrës tuaj tashmë si zëvendës ministre. Po, faktikisht po, është një projekt që ne kemi lançuar si vjet për herë të parë, që është Ditët Kulturore Shqiptare në botë, ose ndryshe siç e quajmë Kulturalb, siç janë javët kulturore ndërkombëtare, që është me sloganin Shqipëria mikpret botën. Kulturalbi synon të promovoj ditët kulturore tona të shqiptare, pra kultura shqiptare që udhton botën, pra synon të mbështesë artistët shqiptar në diasporë, në shtete ku ka një përqendrim goxha të madh të popullsisë shqiptare, si në Itali, Greqi, Gjermani, Amerikë, dhe ne e kemi lançuar, le të themi, para një muaji dhe kemi filluar me disa prej tyre programeve. Për shembull, kishim një program shumë interesant në Itali, në Milano, gjatë Milano Design Week, nga qendra kulturore Slow Mill, që operon atje prej vitesh, pra është Besmiri, një djalë i ri që punon aty, dhe e kanë mbajtur atë qendër me mundësitë e veta, me kontaktet e tyre, dhe patjetër që ne i mbështetëm, dhe si rasti i Slow Millit ne dëshirojmë të mbështesim dhe programe të ndryshme dhe jemi në komunikim për aktivitetet të ndryshme që bëhen edhe në shtete të tjera, kemi komunikim edhe me ambasadat tona jashtë, por sigurisht edhe duke na ndjekur në rrjetet sociale përmes faqes Kulturalbit, që ju ftoj gjithashtu që ta bëni follow. Edhe shumë kontakte të tjera, të cilat ka artistë të ndryshëm, dhe aty po zbulojmë shumë artistë që edhe nuk i njohim shumë këtu. Shqiptar diasporës. Po, edhe shqiptar të diasporës, por edhe artistë shqiptar të cilët duan të udhtojnë dhe të përfaqësojnë Shqipërinë ndërkombëtarisht. Okej. Sepse edhe ky është një aspekt shumë i rëndësishëm, përfaqësimi ynë dinjitoz ndërkombëtarisht dhe normalisht i mbështetur mirë financiarisht, jo thjesht. Atëherë më qëndro këtu te financiarisht. Jo ke plaga. Se do bëj pyetje që lidhen me financën dhe me buxhetin. Nëse në një botë, le të themi, në cilën nuk do kishit buxhet të kufizuar, do kishte diçka që ose mund të ishte, mund të ishte deri diku e realizueshme. Çfarë do ishte për një projekt ose një program, nuk e di, që do kishit pranë zemrës për ta realizuar? Pikërisht mendoj që patjetër që kemi më vijnë disa ide të cilat mund të ishin, por janë me buxhet patjetër të limituar, të kufizuar. Dhe duke qenë se buxheti është i pakufizuar, idealisht do ishte shumë mirë që ne dhe besoj do jetë pjesë e programit ton, nuk është se është ai që utopik, ngritja e qendrave kulturore në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Pra, sot ka qendra kulturore të tilla që operojnë, edhe janë dhe në administrimin e bashkive, pushtetit lokale, të themi, dhe kanë patjetër një ndërlidhje dhe me ne si ministri përmes institucioneve tona. Por ngritja e qendrave kulturore për t'i dhënë një që janë multifunksionale, le të themi, që mund të jenë për ekspozita, për teatro, për koncerte, për immersive experience, kjo do ishte shumë e bukur, që të replikojë në qytete të ndryshme të Shqipërisë, për t'i dhënë dhe mundësi dhe akses të gjithë grup moshave dhe prejardhjeve të ndryshme që të vizitojnë dhe të provojnë çfarë do të thotë të shohësh një shfaqje, pasi kjo është vërtet ajo ku ne duhet të investojmë vërtet. Pra, për te kryeqytetit apo qyteteve të mëdha, ne duhet të depërtojmë dhe në qytetet më të vogla, në bashki më të vogla, përmes programeve të tilla, dhe jo vetëm ngritja e këtyre infrastrukturave, se ne tani po flasim për buxhete
Po tani un po ma them. ma dhe leje. Shkopi magjik. Të jenë edhe programet gjithashtu duhet të jenë të mbështetura. Pra nuk mund të punohet thjesht të ngresh një infrastrukturë, por duhet të kesh edhe programe. Po nuk patë programe, ngelet thjesht një godinë pa jetë dhe pa aktivitete. Ndërkohë aty duhen punësuar njerëz dhe kjo pikërisht do krijonte një zhvillim të mirë ekonomik. Dhe përtej kësaj, ngritja e qendrave kulturore shqiptare ndërkombëtarisht, pra në vende në shtete të tjera. Dhe është dëshira patjetër dhe jo vetëm dëshira, por është edhe pjesa e programit e strategjik deri në 2030, por jo vetëm, për në shtete si Itali, patjetër se aty ka një popullsi shumë të lartë shqiptare, në Greqi, deri në Amerikë pse jo, sepse besoj që jemi në një moment të tillë që duhet të krijojmë edhe një lidhje tjetër me diasporën, edhe përmes mbrojtjes apo promovimit të kulturës tonë, që ata bëjnë shumë mirë ndërkohë, pra të jetë më ndërlidhur, të ketë një urë më të fort komunikimi midis shtetit tonë dhe qendrave kulturore shqiptare dhe përfaqësive diplomatike ndërkombëtarisht, duke mbështetur dhe programe. Pra, kultural, le të themi, është një pikë nisje e zhvillimit që fare mirë nëse vijoni suksesshëm, patjetër do përbënte një program shumë të mirë dhe për tu zhvilluar më tej dhe në vazhdim. Mua në fakt jam proponent, pra jam mbështetës i fort i investimit jo vetëm Tiranë, pasi jo vetëm, domethënë, ekonomia, po dhe kultura nuk kam se të jenë vetëm të përqendruara në Tiranë. Okej, një pjesë e madhe e popullsisë është, por pjesa koncepti zhvillimit rajonal, pra dhe rajonet dhe qendrat periferike të kenë ato polet e tyre. Jo në çdo qytet, e di që ndoshta është e pamundur të bëhet në çdo pikë, por të paktën në çdo qendra qarqesh të ketë institucione në cilat një qytetar mos detyrohet të shkojë në Tiranë për të parë. Elementi kulturor është shumë i rëndësishëm, sepse ne mendojmë edhe zhvillimin e turizmit, por edhe turistët apo kushdo që vjen, por dhe qytetarët që jetojnë, normalisht duhet të kenë diçka për të bërë pas punës 8-4 dhe edhe turistët që vinë normalisht për te peizazhit apo restorantit apo hotelerisë duhet të kenë mundësi të ndjekin dhe të frekuentojnë shfaqje apo aktivitete të ndryshme që mund të zhvillohen. Cili është një sajt në Shqipëri që duhet vizituar të paktën një herë në jetë, ose çdo person duhet ta vizitojë? Keni një preferuar? Po, patjetër që kur diskutohet për sajtet trashëgimisë kulturore në Shqipëri është Butrinti, ajo që besoj secili të paktën. Kjo paradoks është fakti që unë s'e kam vizituar, po okay. Po atëherë ti duhet ta vizitosh të paktën një herë në jetë, sepse normalisht është jo vetëm pjesë e UNESCO-s dhe jo pa qëllim është pjesë e UNESCO-s për tërë pasurinë, jo vetëm kulturore dhe për natyrore që ajo ofron, dhe edhe vendosja gjeografike është perfekte, por ndër të tjera dhe kalaja Porto Palermos, pavarësisht se nuk është në nivelin e Butrintit, mendoj që ka një plan vendosje shumë të bukur, dhe edhe planimetria, por dhe historia që shoqëron Kalan, kur që në kohën e Ali Pashës edhe mënyrën se si është përdorur në vazhdim, kur e dëgjon është shumë interesante dhe besoj do jetë një ndër pikat strategjike që ne do investojmë edhe në vazhdim për t'i përmirësuar infrastrukturën turistike, kulturore, si një eksperiencë tjetër për vizitorët. Për ta përmbyllur, 3 fjalë që do përshkruani të artin dhe kulturën shqiptare. Vetëm 3 fjalë. Gati anis. Bie fjala. Mendoj që 3 fjalë mund të lidhen me ekspresive. Mendoj që mënyra se si ne arti dhe kultura shprehen nga artistët shqiptarë është mjaft ekspresiv. Kjo ndoshta vjen edhe për shkak se jemi një vend mesdhetar me një histori shumë të gjallë, shumë ngjyrshe. Një fjalë tjetër që do më shkonte në mend është dinamike. Dhe kjo lidhet edhe me dinamikat tona sociale, ndryshimet e herpasershme që ne si vend kemi kaluar dhe rezistuar veçanërisht në këtë periudhë, le të themi, dhe kjo ka prodhuar detyrimisht edhe krijimtari shumë interesante. Dhe e treta do ishte diçka reflektive, ndoshta do ta thoja, sepse çfarë shihet sot është po krijohet një dialog dhe një dialog tjetër dhe më të shkuarën tonë, pra shumë artistë zgjedhin të shprehen duke krijuar një
komunikimi midis të shkuarës, ku kemi qenë, pra duke diskutuar sistemin, duke diskutuar të gjithë tranzicionin ton, me sfidat e veta, me vështirësitë që ne kemi kaluar si vend dhe ku duhet të shkojmë. Pra ky dialog krijon një midis të shkuarës dhe të ardhmes, unë do ta lidhja me refleksionin që është shumë e reflektuar dhe në ekspozita, në performanca, në këngë, në muzikë. Të paktën në momentin që flasim, kur e mendoj ardhin dhe kulturën të shprehur me vetëm 3 fjalë, se pastaj nuk fillojmë dhe nuk mbarojmë më. Nga perspektiva dikujt që ka studiu ekonomi, kështu që gjithashtu dhe unë, gjithashtu dhe unë. Okay. Atëherë më vjen mirë që keni kaluar, e shikoni nga ana e artistit, dhe është shumë e vërtetë. Ekonomizimi i kulturës. Ekonomizimi i kulturës. Lira, shumë faleminderit që ishit majtas dhe ndat me një eksperiencën. Shumë faleminderit edhe shijova shumë bashkëbisedime. Gjithashtu.